A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje i adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, vazhdojmë me trajtimin e jetëshkrimit të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Seri kjo që e sqaron pjesën më kryesore të jetës së tij, sekuencat dhe situatat më të rëndësishme të jetës së tij, prej të cilave gjithashtu edhe mundohemi që të nxjerrim mësime bazike për jetën tonë, në mënyrë që t'i aplikojmë ato para sa të jetojmë. Kemi arritur të flasim për pjesën kur pejgamberi Allahu tashmë është urdhëruar nga ana e Zotit për me dalë dhe me thirr publikisht në rrugën e tij. Me apo me dije gjithë banorëve të Mekës se ai është përzgjedhur si pejgamberi i fundit i Zotit, dhe një herët më u paraqit ajetet e para që kanë zbritur në adresë të tij dhe në adresë të shoqërisë së tij për të kaluar pastaj tek njerëzimi në përgjithësi. Tani është radha për me fol për mjetet paqësore që në fillim i kanë përdorur mushrikët e Mekës për me pengu davetin e pejgamberit Zotit, për me pengu thirrjen e atij sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë e vërteta kur thret publikisht, atëre bie në konflikt interesi me të pavërtetën, sepse e vërteta e lufton të pavërtetën. Si thot Allahu në Kur'an, wa ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Ka ardhur e vërteta dhe e ka çrënjosur të pavërtetën. Inna al-batila kana zahuqa. Në parim e pavërteta vetëm se ka qenë çrënjosur, sepse e pavërteta është ndërtuar mbi epsh, është ndërtuar mbi mendim personal, është ndërtuar mbi çefe njerëzore dhe jo mbi argumente. Për dallim prej të vërtetës, e vërteta çdo herë ndërtohet mbi argumente. Atëherë pejgamberi Allahut ka hasur në ballafaqim me mushrikët e Mekës, të cilat janë mundu me çdo kusht me e pengu pejgamberin e Zotit që mos me thirr në rrugën e tij. Sipas tyre, mos me deviju popullin e Mekës e me lshua ata fenë të parëve tyre që ka qenë idhujtaria. Prandaj janë mundu me shfryzu çdo mekanizëm të mundshëm që me arrit këtë qëllim. Çdo thirrës para së gjithas duhet me ditë që ka mu ballafaqu me vështirësi sa herë që e promovon të vërtetën. Që nga momenti kur fillon edhe thret për të vërtetën e Zotit, ka mu ballafaqu me vështirësi të shumta, me vështirësi të mëdha, sepse kjo është krejtësisht e natyrshme, është normale. Andaj çdo thirrës për në rrugën e Allahut Madhërisëm është bartës i së vërtetës. Dhe kur bartësi i së vërtetës nuk duron kur thret në të vërtetën, e humbate. E sidomos kur bartësi së vërtetës nuk i përmbahet të vërtetës së zbritur, padyshim se do ta humbate. Pa përgjegjësia jonë si bartës të së vërtetës, si thirrës për në rrugën e Allahut, edhe si hoxhallar, edhe si xhamat, që të gjithë ne thrasim për në rrugën e Allahut, marr sa kemi mundësi. Duhet që fillimisht t'i përmbahemi kësaj të vërtete, dhe së dyti duhet paraprgatitemi që do të hasim vështirësi të shumta. Nga se kjo është luftë, betejë mes të vërtetës dhe të pavërtetës ka filluar në qiell, kur Iblisi i mallkuar e ka kundërshtuar urdhrin e Allahut, e ka armiqsuar Ademin alayhis salam, nga mendimësia, nga xhelozia, nga smira e tij, dhe ka vazhduar edhe në tokë dhe do të vazhdojë derisa Allahu ta shkatërrojë gjithësinë dhe të ringjall njerëzit për me dhënë llogari para tij. Pra, lufta është e përhershme. Prandaj është obligimi ynë që ti përmbahemi parimeve të Zotit. Kur ne i përmbahemi parimeve të Allahut, për aq sa ti përmbahemi atyre, për aq do të luftohemi. Mirë, për kjo çfarë do thotë?
Kjo do të thotë që ne jemi në rrugë të drejtë. Çdo herë ai që është në rrugë drejt luftohet më së shumti. Edhe çdo herë ai që është në rrugë drejt, kauz drejt, promovues i të vërtetës, bartës i të vërtetës, ai do të armiqësohet nga armiqt më të mëdhenj të shoqërisë së tij e madje edhe të njerëzimit përgjithësi. Sa më i fuqishëm që të jetë në rrugën e Allahut, aq më tepër do të luftohet dhe ne këtë e kemi kuptuar prej jetës së pejgamberëve të Allahut. Njerëzit që më shumë janë luftuar kush kanë qenë? Pejgamberët e Allahut. Njerëzit që më shumë janë sprovu kanë qenë pejgamberët e Allahut. Por edhe njerëzit që më së miri kanë përfunduar edhe kanë triumfuar janë po ashtu pejgamberët e Allahut. Pra neve na takon me qëndrum këtë rrugë drejt. E Allahut i takon neve me na mbrojt, me na begatu edhe me na shpërbly. Ashtu siç ka vepruar çdo herë përgjatë gjithë historisë e njerëzimit me njerëzit më të dashur të tij, duke filluar nga pejgamberët, pastaj edhe nga pasuesit e pejgamberëve të Zotit. Ata fillun me mjetin e parë paqësor, me përdor kundër Rasulullahut dhe me pengu davetin e tij. Çka bënën? Fillun ata që shoqëroheshin me pejgamberin e Allahut, pra besimtarët që e besuan në fillim, që ishin pakic, që shoqëroheshin me të, që mësonin prej tij, që i dëgjonin urdhrat e tij. Fillun me i largu nga shoqërimi me pejgamberin e Allahut. Faktikisht ata u mundun me bëni gjatë tillë, po nuk e arrinin dot. Për shkak se lidhja e tyre me pejgamberin e Allahut ishte lidhje imanore, nuk ishte lidhje e interesit të kësaj bote, por ishte lidhje e interesit të botës përtejme. Ishte lidhje e interesit për të fituar xhenetin, kënaqësinë e Allahut dhe takimin me Zotin e Madhërisëm. Prandaj nuk ka fuqi botnore që mundet me zbraps një njeri që është i lidhur fuqishëm me Allahun, është i lidhur fuqishëm me pejgamberin e Allahut, është i lidhur fuqishëm me Kur'anin, me Islamin. Është e pa mundur me zbraps këtë njeri, është e mundur me vra, është e mundur me lëndu, është e mundur me ofendu, me nënçmu, por nuk është kurrë e mundur me zbraps për rrugën e Zotit. Sikur se nuk ka qenë e mundur as me sahabët, me bashkohësit dhe shoqëruesit e pejgamberit tonë dashur alayhi salatu wassalam. Prandaj çka kanë bë? Kanë filluar fillimisht me stigmatizu ata, me i paraqit në shoqëni, me i nënçmu ata në prani tjetër, me u thonë që ju jeni këtë njerëz të parancishëm në shoqërinë tonë, fukara, sklever, njerëz pa një përgatitje, njerëz të pa edukum, pra kanë filluar me i promovu ata në shoqëni si njerëz dështum. A realisht ata kanë qenë njerëzit më të ngritur në shoqëninë mekase. Se ai që kupton vërtetën, e beson dhe e pason atë është njeriu më i ngritur në shoqëni. Sado që dikush mundet me pas tituj, mundet me pas diploma, por realisht i ngritur është ai i cili e beson Allahun, e pason Rasulullahun alayhi salam. Bëhet i dobishëm për shoqërinë ku ai jeton dhe për njerëzimin mbar. Prandaj erdhën tek Ebu Talibi, sepse Ebu Talibi ishte axha i pejgamberit Zotit që e mbante në mbrojtje. Edhe Ebu Talibi kemi thënë ka qenë njeriu më i rëndësishëm në Mekë, pas Abdul Muttalibit, babës tij, gjyshit pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka pas një prestigj, edhe ka qenë njeri me pedigre, njeri shumë i nderuar, shumë i afërmuar në shoqëri edhe shumë i respektuar. Por njëkohësisht edhe ka qenë mbrojtës i publik i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Pra për memrit e Muhamedi është dash me kalu ka Ebu Talibi. E kush ka pas fuqi me kalu? Ka Ebu Talibi me forcë, me dhunë, apo edhe me ndonjë interes kësaj bote. S'ka pas mundësi askush. Prandaj janë përpjek që me bindë Ebu Talibin, që me ndalë Muhamedin, mos me thinë këtë rrugë, që ai e ka nisë. Edhe kanë shkuar dhe i kanë thonë, ja Ebu Talib, inna ibn akhika qad sabba alihatana. O Ebu Talib, i biri vllaut tan, pra një pyet, i ka shah zotrat tan. Wa abadinana, e ka ofendu fen ton, i dhujtarin pra. Wa sahafa ahlamana, i ka shkatruar ëndrat tona. Wa dallala abaana, edhe i ka deviju për arsit tanë, pra i ka qujtë ata si devijum. Fa imma an takfihi anna wa imma an tukhalli bainana wa bainahu. Ose ndalet ti, ose na lejo neve që ta ndalim atë. Kanë vazhduar dhe i kanë thonë Ebu Talibit, fa innaka ala mithli ma nahnu alayhi min khilafihi, sepse ne e dim shumë mirë që edhe ti e kundërshton atë që ne jemi duke e kundërshtuar. Ase Ebu Talibi nuk ka qenë musliman. Ka qenë njeri shumë i formum, shumë i edukum,
ka qenë mbrojtësi më i mirë sa ka qenë gjallë ndaj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, mirë po fatkeqësisht nuk ka jetu dhe as nuk ka vdekë si besimtari i Allahut. Se ka pranuar Islamin, por ka vdekë si idhujtar. Por ka qenë njeri me vlera, me norma. E i kanë thonë, ose na lejon neve ta ndalim atë, në mënyrën që na dim, ose ndalet i vetë. Se na e dim shumë mirë që edhe ti jenë kundërshtim të asaj që ai po thret, pra nuk e beson atë. Fenekfikehu, andaj na lejo që na ta hekim ty që të barë, se e dim na që është shumë vështirë ti me ndal nipin tonë, djalin e vllaut tonë, amanetin e Abdul Muttalibit, se Abdul Muttalibi gjyshi i Muhammed Mustafa se Abu Talibit edhe të gjithë bijve tjerë ja ka lënë emanet Muhamedit se e ka ditë që ky njeri është madhështor, prej vlerave cilësive që e ka pa që nga lindja e tij, e madje edhe që nga shtatzania e nanës tij. Sinjale këto që i kemi trajtuar në fillim të serisë tonë. Pastaj ka thonë Abu Talibi, ka shku tek pejgamberi Allahut dhe i ka thonë: o i biri vllaut tim, o nipi im, jebne akhi, inna al-qawma za'amu annaka adhaytahum fi dinihim wa masjidihim. Populli yt po pretendon se, shikoni sa i sakt ka qenë transmetim. S'ka thonë unë po them, po ka thonë ata po thojnë. Populli yt po pretendon që ti i ke dëmtuar ata në fe edhe në xhami, pra është fjala për Çabën. Sepse ata kanë qenë kujdestar të Çabës. Fenhi an dhalik, andaj ndalo për kësaj që ti e duke bë. Mos i hite lasheve. Se ta s'kan mund ndal. Edhe vazhdimisht kanë me kërkuar që ty me të ndal. Andaj, ndoshta do të ishte më mirë që ti mos më thirrë më këtë rrugë. Atëherë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thonë kësaj: "E tarawna hadhi shams", e ka ngrit kokën në drejtim diellit. Edhe ka thonë: "Apo e shihni këtë diell?" Qalu na'am, than po e shohim. Qala ma ana bi aqdar an ad'a dhalika minkum an tush'ilu minha bi shu'la. Thot e ka përdorur në fjali shumë të thellë. Thot unë nuk kam fuqi më shumë se sa ju për me shku edhe me ndez pishtarin në diell. Me përkthim ma thjesht. Ju ma përpara muni me mri në diell, me shku te dielli, me ndez pishtarin me rreze dielli, se sa me mnal mu prej kësaj rruge. Ky është rivajeti i parë, transmetimi i parë. Një transmetim tjetër, ndonë së është i përfolur, ka thonë me madhon mu diellin në dorën e djathtë. E hanë në dorën e majt, unë nuk zbrapsem nga kjo rrugë kur. Shikoni sa parimor ka qenë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë kam thonë, do të vazhdoj me e thonë, derisa jemi parimor, qëndrueshëm parimet e tona, do të kemi ndikim edhe në shoqërinë ku ne jetojmë, edhe në glob përgjithësi. Në momentin që ne i shkelim parimet tona, nuk na mbetet më fuqi. Do të mbesim qesharak. Sikur pejgamberi Allahut kish pranuar me u zbrap se kësaj rruge, prej momentit që këta janë me përpjekjen e parë. Ai përpos që i kish shkel parimet, mo edhe nuk kish pas vlerë në syrin e Mekasve. Mirë po besimtarët e sinqertë që kanë iman fuqishëm, edhe të qiltër në raport me Zotin e Madhërisëm, ata as nuk shiten, as nuk blihen, as nuk fiksohen ndaj askujt, as nuk vardisen. Pra prej kërkuj nuk fiksohen, edhe ndaj kërkuj nuk vardisen, nuk joshen. Kështu ka qenë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo pra që i ka ardhë, ka qenë realisht, ka qenë rrezik jete. Ata e kanë kërcënu, në mënyrë diplomatike e kanë kërcënu, në mënyrë paqësore e kanë kërcënu. I kanë thonë, nëse ti nuk ndalesh, ndalim na. Andaj ka thonë, ma mirë, sa s'është bovon, ndalo prej kësaj rruge. E që ka thonë pejgamberi Allahut? Ka thonë, wallahi me madhon diellin krajin e djathtë, në dorën e djathtë, e hanën në dorën e majt, unë nuk zbrapsem prej kësaj rruge. Ma përpara muni me mrin në diell atje, me ndez pishtarin direkt pe diellit, se sa muni me mnal me prej kësaj rruge. Që i bie, ju s'kini me pas shans kur me shku atje, për me ndez pishtarin, e mos flasim që s'kini me pas kur shans me ndal mu prej kësaj rruge, që unë e kam nisë, sepse kjo është rruga e Allahut të Madhërisëm. Atëre Abu Talibi është kthyer te ta dhe ka thonë, ja qaum, wallahi ma kadhaba ibnu akhi qat. Ka thonë, pasha Allahu në popull, krejt e dim që i biri i axhës tim, i biri i vllaut tim, nipi im kur s'ka gënjur jetën e tij.
Fansarifu rashidin, andaj largonu si të meqëm, pra mos kaloni në nivelin e të çmendurve, ahmakve, kuptoni çështjen. Ju e njihni shumë mirë ato, e dini që ai kur vjen me diçka, ajo është e vërtetë. Ai nuk gënjen, ai nuk shpif, sepse ai deri dje ka qenë emini i shoqënisë juaj, besniku i shoqënisë tuaj. Ju deri dje patët referencën më të besueshme. Për gjitha problemet shoqënore i referoheshit Muhamedit, pse keni ditë që as nuk vardiset ndaj dikujt, as nuk friksohet pe kërkuj. Nëse është dash dikush me bërë ndonjë gjykim social që ka me zgjidhur një problem social, sikur se ka qenë çështja e vendosjes së gurit zi në Çabe, e keni zgjedh Muhamedin. Pra ju ka thonë wallahi inna ibn akhi ma kadhaba qattu. Ju krejt e dini që i biri vllaut tim në jetën e tij kur s'ka gënjy. Andaj thot kthejnë edhe ju si të mëshëm, si të pjekur, e mos u bëni të papjekur. Naloni prej kësaj që e keni filluar. Pastaj përpjekja e dytë, s'kan mjaftuar me këto, kanë kshyer me gjetë një përpjekje tjetër. Çka kanë bë? Ju ka kujtu një ide tjetër. Kanë shku prapë te Ebu Talibi, i kanë thonë, o Ebu Talib, e kemi një ide. Na po ta ofrojmë ty një person që quhet Omara ibnul Walid. Omara i biri i Velidit. Thot, gjithë e dim që ai është më i fuqishëm nga mesi ynë, djali i ri, i fuqishëm, edhe është më i bukur nga mesi ynë, sepse po bëhet fjalë për kundër një njeriu që ka qenë edhe i fuqishëm edhe i bukur siç ka qenë pejgamberi i Allahut. Andaj na po ta ofrojmë ty ato, kokë për kokë. Ti na jep neve Muhamedin, na në kompenzim po ta japim ty këtë djalë, edhe faktikisht na po e eliminojmë, po e vrasim Muhamedin edhe këtu po e kryjmë çdo sen. Por shikoni ku i ka thënë djalli i mallkum. Çfarë ideje u ka dhënë? Mi shkute gjallë mi thon, ti na jep nipin, e na po ta japim një tjetër që është më i miri nga mesi ynë, më i fuqishmi, edhe më i pashmi, më i bukuri. E na pe eliminojmë Muhamedin e ti merre këto. Ebu Talibi në mënyrë të ashpër ka reagu. Edhe ka thonë, sa e keqe është kjo që jeni të e thonë. Vallahi s'ka diçka më të keqe se sa kjo. Një gjë e tillë kur s'ndodh prej meje. Unë me ta dhon ti Muhamedin, e ti me vran Muhamedin duke qenë gjallë. Ja, kur s'mund më ndodh kjo. Edhe ata e kanë ditë që bëhet fjalë për njëri me vlera të mëdha, prandaj janë munduar me hulumtu një djalë që kish me mujt më u parafru pak nga vlera e fuqisë edhe e pamjes e bukurisë. Se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë aq me vlera, saqë Hasan bin Thabit, sahabiu poeti Muhammed Mustafa, kur e ka përshkruar, çka ka thonë? Wa ajmala minka lam talidu an-nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allahu akbar. Ka thonë, asnjë nan në botë nuk ka lind sikurse ke lind ti. Një djalë sikurse ti. Ke lindur i patmeta, sikurse ta kishe gdhendur veten tënde. Sikurse ta kishe kërku pamjen tënde sipas dëshirës tënde. Pra kaq të mirë, kaq të përkryer, kaq të përsosur e ka krijuar Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ju ka dështu. Kanë kaluar në përpjekjen e tretë. E kjo përpjekje ka qenë përpjekje propagandistike. Çka kanë filluar? Ka shku El Walid ibn al-Mughira, një prej më të fuqishmëve të shoqërisë mekase, që kemi përmend edhe javët e kaluara. Edhe i kanë mbledh kuvendin e Mekës. Edhe i ka thonë o burra, na duhet me ndërmarr diçka serioze. Muhamedi është të ndikuar shumë tek shoqëria mekase, edhe ai s'po ndalet. Tash është koha e haxhit, sezoni i haxhit po afrohet. Haxhirerët që vinë me kry haxhin, mund mu ndiku pe fjalëve të këtij. Edhe mund mu bë sikurse ai edhe ata që janë bë sikurse ai. Hajde të ndërmarrim diçka konkrete e ta ndalim. Përndryshe, s'kena me mujt më me ndal. Atëherë ka thonë, hajde ti çka po na jep një ide. Jo ka thonë, folni ju, jepni ju mendimet e juaja, pastaj shohim. Edhe kanë filluar secili prej tyre me i dhënë idetë e veta. Njëri ka thonë, unë mendoj që më e mira është na me i thonë atij kahin. Me i thonë fallxhor. E Walid ibn Mughira ka thonë, ja, na i njohim shumë mirë fallxhorët. Fallxhorët janë të paqartë dhe janë të pazëshëm. Por kur veprojnë fallxhorët, veprojnë fshetësi, edhe kur flasin për gjanave që ata i bojnë, janë të paqartë, s'mundesh me i kuptu çka po thojnë. Ndërka që ajo që po thot Muhamedi është e qartë, fare, s'ka paqartësi, dhe është publike, është e zëshme, nuk ka fshetësi.
Ku ka ma qartë sa me thonë elhamdulillahi rabbil alamin. Lavdi i takon Allahut Zotit botëve. Ar-Rahman ar-Rahim, i gjithë mëshirshëm, i mëshirploti. Malik yawmiddin, sunduesi i ditës së gjykimit. S'ka ma qartë se sa kjo. Prandaj thotë kjo nuk piuj kjo. Dikush ka thonë atëherë, po i themi që është i çmendur. Njeri i çmendur. Thotë vallahi as kjo nuk qëndron thotë. Na e dim shumë mirë se çfarë do thotë ti je i çmendur. I çmenduri ose ka fjalë të pamatura ose ka veprime të pamatura. Të kash Muhamedi s'ka as fjalë as veprime të pamatura. Nuk dhez as kjo. Dikush ka thonë, atëherë po i themi si një njeri që po bën magji, magjistar. Ka thonë, jo, në fakt ka thonë po i themi poet, po i shkojmë me rënditje. Ka thonë po i themi që është poet. Ka thonë vallahi gjithë e dini që askush për jush nuk e njeh poezinë më mirë edhe më shumë se sa unë. I njoh edhe poezitë e xhinëve edhe poezitë e njerëzve, se përpara shumë prej banorëve të Mekës kanë bashkëpunuar me xhin. Na dim që xhinët ekzistojnë dhe ata jetojnë ndonse në një botë paralele me ne, na nuk i shohim ata na shohin. Sa që edhe për shembull kur përmendet rasti një personi që e kanë vrarë xhint, e ka pas emrin Umayya bin Harb. Edhe s'kan mujt mja gjetë kur varrin, ku fomën kur që kanë gjetë. Derisa e kanë dëgjuar një ditë një zë, ka qenë zë i gjindes femër. Edhe ajo në poezi e ka kallëzu ngjarjen e çtij që e kanë vrarë kur se kanë gjetë ku fomën e tij. Çka ka thonë? Ka thonë wa qabru harbin bi makanin qafru wa laysa qurba qabri harbin qabru. Nga tingulli po e vreni që është poezi, është një poezi më të vështira, sepse shumë i ka fjalë të ngjashme, a kuptimet janë të ndryshme. Ka thonë varri i Harbit, që ti personi, Umayya bin Harb, është në një vend të mbyllur, pra askush nuk e di. E gjin kur e kanë vrarë, gjenazën e tij e kanë mbyllur në një vend që kur s'kinë mujt me gjetë. Ndërka thot afër varrit të tij s'ka asnjë varr. Kështu e ka përshkruar. Pra vetëm si argument që ata kanë bashkëpunuar me xhin përpara. Për këtë arsye Velidi ka thonë vallahi askush për ju se din poezinë më mirë se sa unë. Unë i njoh edhe poezitë e xhinëve dhe poezitë e njerëzve. Ndërka kjo me cilën ka ardhur Muhamedi, kjo nuk është poezi, edhe ka filluar me përshkruar se çfarë është kjo. Ka thonë inna li kalamihi la halawa. Pasha Allahun në fjalët e tij ka ëmbëlsi. Wa inna alayhi la talawa. Edhe në fjalët e tij ka kuptim, ka përmbajtje. Wa inna a'lahu la mudman. E larta e tij është e përhershme. Wa inna asfalahu la mughdiq. Ndërkaq e poshta e tij është e thellë. Pra kuptimi i fjalëve të tij është shumë i ngritur, është shumë i lartë, niveli është shumë i lartë. Faktikisht gjuha e shprehur, artikulimi, stilistika e Kuranit është shumë e lartë. Ndërkaq kuptimi është shumë i thellë, sikurse rënjet e pemëve. Pastaj thot wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayh, dhe kjo vetëm ngritet, pra kjo fjalë vetëm ngritet e kur nuk mund të tejkalohet. Pra s'mund marrë një fjalë tjetër që mund m'ia kalu kësaj fjale që po e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kanë thonë tyre, na diçka do të më bë. Diçka do të më thonë, në mënyrë që dalim para popullit, edhe mos të kemi kundërshti pastaj mes vete, që kur të vinë haxhilerët, na me përgënjeshtur një tjetrin, dikush më thon ndryshe, dikush më thon ndryshe. Krejt një zëri, tunifikum, po japin përfundimisht një epitet ndaj tij, një akuzë, edhe me këtë po dalin popull. Ka thonë asnjëna për këtyre nuk qëndron, po hajt po themi që është magjistar dhe po arsytojmë atë që me magjinë e tij po e ndon burrin prej gruas dhe anasjelltas, prindin pe evladit edhe të rinj pe shoqërisë. Pra po i ndon me ato që ka. Atëherë kur e ka thonë që to kanë zbrit ajetet kuranore në drejtim apo në adresë të Al-Walid ibn al-Mughira, ku thotë Allahu në Kur'an dharni wa man khalaqtu wahida, më leje mua dhe atë që e kam krijuar të vetmuar. Pra është fjala për Walidin kur ka krijuar Allahu në barkun e nanës dhe ka qenë i vetmuar. Wa ja'altu lahu malan mamduda, e unë i dhash atij pasuri të madhe, se ka qenë prej më të pasurve. Wa banina shuhuda, i dhash shumë djem, cilët jetonin me të. Wa mahadtu lahu tamhida, edhe i dhash atij prej mundësive të shumta dhe të vazhdueshme. Thumma yatma'u an yazid, pastaj kërkoi që Allahu t'ia shtoj atij. Allah thot kella innahu kana li ayatina anida, kurse si ai ka qenë mohues i argumenteve tona. Sa urhiquhu sauda, do ta ndëshkoj atë me ndëshkim të rënd në xhenem.
Innehu fekkera wa qaddara, tash po e përshkruan Allahu se si ky ka vepruar këtë skenë, këtë sekuencë që ne sapo e përmendëm. Innehu fekkera wa qaddar, ai ka filluar me mendu dhe ka filluar me analizu çka më thon kundër pejgamberit, çfarë akuzë më apo atij. Faqutila kayfa qaddar, Allahu po thot u shkatrua ashtu siç edhe planifikoi. Thumma qutila kayfa qaddar, pastaj u shkatrua së dyti ashtu siç planifikoi. Thumma nadhar, pastaj filloi me mendu thellë. Thumma abasa wa basar, pastaj u mrol, pra nga ajo që analizoi, s'po mund me gjen kur fare akuzë me i bë, akuzë që flan në adresë të personalitetit Muhammed Mustafa, s'mujti me gjet kur gjë. Thumma adbara wastakbar, pastaj u akthei shpinën gjithë atyre që i kishte përpara vetes, wastakbar, edhe u tregua mendje madh. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar, atëre po themi se ky është sihr i trashëguar, i mësuar nga dikush tjetër. In hadha illa qawlu al-bashar, nuk është kjo vetëm se fjalë njeriu, se uslihi saqar, Allah thot unë do ta ndëshkoj atë në zjarr xhenemit. Wa ma adraka ma saqar, e ku e di ti o Muhammed se çfarë është saqari? Pra një për emrave të xhenemit është saqar. La tubqi wa la tadhar, zjarri i xhenemit është ai që nuk le asgjë pa e djegur fare, tërësisht. Pra ai që futet në zjarr xhenemit digjet tërësisht. Allahu na ruaj prej tij. Alejha 19, të cilin e mbajnë apo e ruajnë 19 me laçe ekskluzive speciale të Allahut madhëruar. Kaq sa i përket kësaj pjese të rëndësishme, ndërkaq javën e ardhshme inshallah do të vazhdojmë me disa prej përpjekjeve të radhës, me disa prej mjeteve tjera që i kanë përdorur për ta penguar davetin thirrjen e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, mushrikët e Mekës. Allahun e lutim për faljet mëkateve, për pranim të veprave, për mbulim të metave. Sikur se kërkojmë nga i madhi Zot që të na ringjall me pejgamberët, me dëshmorët, me njerëzit e mirë dhe sinqert. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.